tash mu dha rasti, me qenë se politikani më parshëm, që unë e quaj një lloj babeli psikologjik, se gjithmonë aty ku do t'i mësoj asaj që ka rëndësi dhe e bën irrelevant, ka një parim që e di shumë mirë se njihemi prej kohësh, nuk ka rëndësi gënjeshtra thot, ka rëndësi kush e thot i pari. Në fakt, ajo teknologjia e tij funksionon. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjëri nga ata, dhe kjo është gjë e verifikueshme, siç janë dhe çdo udhëtimi imi, sepse ne fatmirësisht apo fatkeqësisht kemi qenë subjekte gjithmonë të skrutinitetit të çdo lloji, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në foto. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj Zoti i punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare që s'ka lidhje me realitetin. Tash pse ky është i konfuzuar nga protesta dhe do që ta kthej protestën në avantazhin e tij, këtu prap ka një kontradikt të thellë. Se në fakt tu drejt e thanë, i pari që tha antitrampizëm është ai. Më vonë e ktheu pllakën. Kur të dali e vërteta e Arubës, edhe unë do të them, çfarë marrëveshjesh ka bërë ai për t'i lënë hapësirë që të udhtoj prapë në Amerikë. Këtë mbase i duhet t'ia shpjegoj demokratëve të tij, por unë do të flas kur dali dhe e vërteta e Arubës. Faleminderit. Urdhëroni. Replik zoti Berisha. Replik me fjalën për procedurë të zotit Çiknuri. Me asë një shpifje nuk e la do të vetën tënde. Damjan, dile bëj be këtu që s'ke qenë në... Dil bëj be, dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti, kurse përsaj për këtë asaj, të garantoj që gjithë qka është trillim, dhe vetëm trillim, fatmirësisht dosin e ka ndorë një armik i imi, që quhet Troplini, Altin Troplini, Altin Gjoka. Aja ka dosjen. Dhe ai me zi do prishte të shifte, kurse ty të fshehaj. Olsi Ramen e fshehaj. Angela Gacin e fshehaj. Nuk e fsheh për ty. Nuk e fsheh për Angelin. E fsheh për Edi Rama. E fsheh. Tani, në qofë se ti, thua nuk kam qenë, dil bëj be këtu, në Bibel, betohu vene këtu Bibelen, edhe je laju para shqiptarve. Bëj be. Por nuk bëndot be. Jo, nuk bëndot. Dil provoje. Hajde provoje. Kurse unë thuaj kërko ti publikojnë. Kërko ati ti publikojnë për të vërtetuar që nuk je ti. Kërkoni ti publikojnë. S'kërkoni dot. Sulejone Dirama, Sulejone Dirama, ata hapin llafet. Për ty, llafet janë të tyre. Kërko ti publikojnë. Këtë të thema më ta për jo. Po që... Falemderit, ulluni zoti Berisha. Mbaroj koha. Vijojmë me kërkesat për procedurë.